Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, Hygerta vendosi të hapte zemrën dhe të rrëfej një nga momentet më të dhimbshme të jetës së saj, humbjen e babait të saj. Me një ton të ndjeshëm dhe të trishtuar, ajo kujtoi datën që do të mbetet gjithmonë në mendjen e saj, 9 marsi. Ai ishte momenti kur jeta e saj mori një kthes të dhimbshme dhe papritur. Për 3 ditë, babai im vdiq, tha Hygerta, duke bërë që të gjithë banorët dhe shikuesit të ndjenin dhimbjen dhe humbjen e thellë që ajo po përjetonte. Hygerta tregoi se babai i saj vdiq në Shqipëri nga COVID-19, një humbje që la një boshllëk të madh në jetën e saj. Ai nuk ishte thjesht një baba. Ai ishte një mbështetje, një udhërrëfyes dhe një pjesë e rëndësishme e çdo momenti të saj. Humbja e tij ishte e menjëhershme dhe e dhimbshme. Varri i tij ishte i vogël, me pjesëmarrjen e vetëm 30 personave, duke treguar se koha dhe situata e vështirë e bënin këtë moment edhe më të dhimbshëm dhe të izoluar. Në ato çaste, Hygerta ndjeu se bota e saj u rrëzua. Humbja e babait, veçanërisht në kushte pandemie, ishte e vështirë për t'u përballuar. Ajo përshkroi dhimbjen e saj me fjalë të thjeshta por të fuqishme. Humbja e parë, pa pritmas dhe pa mundësi për t'u përgatitur ose për t'i thënë lam të mirë siç do të donte. Ky humbje ishte jo vetëm një shok emocional, por edhe një moment që ndryshoi mënyrën se si ajo e shikonte jetën dhe marrëdhëniet brenda familjes dhe përtej saj. Hygerta tregoi se përveç dhimbjes së madhe, ajo kishte përjetuar edhe izolimin emocional që erdhi nga situata e pandemisë. Nuk kishte mundësi për t'u mbledhur me të gjithë të afërmit, nuk kishte funerale të mëdha dhe as moment për ngushëllim të plotë. Pjesëmarrja e vetëm 30 personave në varr ishte një kujtesë e hidhur e asaj kohe, dhe për Hygertën, çdo detaj i asaj humbjeje është i paharrueshëm. Duke ndarë këtë histori brenda Big Brother Kosova, Hygerta tregoi një tjetër dimension të saj, forcën për të përballuar dhimbjen dhe kurajon për të ndarë emocionet e saj më.